Drejt për 5 minuta me vetëm 5 përbërës. Na duan këto raviolit, këpurdhat mikse nga shpar, krem pana, tartuf dhe parmezan. Nuk e besoj që ka recetë më të shpejtë dhe më të shishme. Këto lloje të këpurdhave përpos që janë tepër të shishme, janë edhe të pasura me minerale dhe shumë vitamina. I fërgojmë me pak vaj ulliri, krip, biber, gjithashtu i shtojmë edhe këtë salcën e tartufit, që jep ekstra shije. I përzijem mirë dhe pastaj vendosim që të fërgohen. Në ndërkohë në ujë të nxehtë me pak krip i vendosim raviolit në zi vetëm për 3 minuta. Kur këpurdhat janë pjek mjaftueshëm, i largojmë dhe i vendosim ngadalë kremin pana. E përzijem derisa sosi të shpërndahet në këpurdha dhe e vendosim prapë të vlaj. Masës së trashur i shtojmë parmezan dhe më pas i shtojmë edhe raviolit e zier. I përzijem ngadalë në mënyrë që raviolit të mos të humbin formën e krijuar. Raviolit i shërbejmë ashtu të nxehta bashkë me parmezan sipër. Nëse dhe juve ju pëlqejnë këpurdhat si mu, atëherë duhet me provu këtë recetë me patjetër.